Ndërsa pejgamberi alayhis salam, Allah azza wa jalla për më na tregu se sa i vlefshëm dhe sa pozitiv ka pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na tregoi vet pejgamberi alayhis salam për ditën e gjykimit, i cili tha unë jam njeriu, i cili ose për të cilën hapet i pari njeri që për ta hapet vorri i tij, hapet toka për me dal në ditën e gjykimit, se na tek Allahu kena me dal, hapen vorret tona edhe kena me dal para Allahut me trup dhe me shpirt. Ndërsa ta pejgamberi alayhis salam, unë jam i pari, ai për të cilën hapet toka dhe dalmi para Allahut azza wa jalla. Kështu ta pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmetoi Imam Muslimi, që vjen prej Ebu Hurajres, ta pejgamberi alayhis salam, ana sayyidu walidi Adam yawm al-qiyamah, unë jam zotriu i njerëzve, zotriu i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. Wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabru, dhe jam i pari për cilën hapet toka. Tha wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in, dhe jam i pari njeri që kërkoi prej Allahut ndërmjetësim bën shefat, dhe i pari që i ipet shefati atina. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Imam Neveviu thot se pejgamberi alayhis salam kur e tha këtë fjalë në ditën e gjykimit, jam zotriu i njerëzimit dhe jam i pari për cilën hapet toka, nuk e thot për lavdrat, nuk e thot për lavdrim, por tha pejgamberi alayhis salam, këto e tha një prej dy shkaqeve, ose e tha pejgamberi alayhis salam për me që fjalën e Allahut në vend, e cilën fjalën ka Allahu tha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, për të mirat e Zotit tanë që ti ka dhënë, ti fal, tregoj jam njerëzve. Tha këto deshti me qu, pejgamberi alayhis salam deshti me qu në vend, më tregu njerëzve se këtë të mirë ma ka dhënë Allahu azza wa jall. Unë ka bos zotri të njerëzve në ditën kur të dalin para ti. Ose e dyta, për më tregu ka qenë i imponuar nga ana e Allahut, për ndryshën është se kishte thonë hiç pejgamberi alayhis salam, ka qenë imponuar me ju tregu njerëzve se unë jam zotriu i njerëzimit, i pari që hapet toka për mua, që njerëzit let ja dinë vlerën kush është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj ata që s'ja dinë vlerën, ata flasin diçka të pakëndshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe sipas këtij hadithi dietarët kanë thonë se njeriu më i miri është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.